Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Vila nisi edhe për këtë të premte. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Kati. Po, nisi vërtet nisi dhe do të përshëndesim dhe anvisat, ju urojmë një ditë bukur dhe t'i ftojmë këtu tek këndi joni gatimit për parë receta që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sot neve do të bëjmë kebab. Kebab që do t'i bëjmë në tavë. Dhe nuk do të rrim që t'i punojmë, t'i bëjmë domethënë t'i rrbllakosim ose t'i bëjnë ato të sërgjaturit, por do t'i shtrojmë në tavë, do t'i presim, do t'i sillim më si thua më thjesht, por me përbërësi që neve do të shtojmë dhe mënyrën se si do të përgatisim, bëjnë shumë të mira. Dhe përveç këtyre kebabëve, ne do të bëjmë edhe ca pite të cilat do t'i bëjmë me qumësht dhe me susam, themu, por do ju tregoj mënyrën se si bëjnë këto. Në faktikisht e kam zënë Brunin edhe e kam punuar dhe një herë tjetër. Nuk ka nevojë tani, ai është gati për ta përgatitur. Kështu që e shiko si ka krijuar ato. Fije, quhen ndryshe. Kemi gati, e lash vetë ashtu unë që mos më vi shumë, sepse është mjaftueshëm ardhur, sa duhet që të filloj që të punoj, të bëjnë ato pitet që do ju tregojmë. Neve do t'i skuqim në tigan, por para se të kalojnë aty, do të kalojnë në qumër, do të kalojnë në susam dhe pastaj do të skuqen në tigan. Do i tregojmë, më mi le t'i tregojmë, mos të themi me teori, t'i bëjmë me praktik. Dhe të fillojmë me praktik që të bëjmë këto qebapa, që do të kemi mish dhe është mirë për qebapa të përdorim mish tani qëngji nuk ka shumë mish, po mish nga dele, nga mish baktie. Kjo është e rëndësishme. Edhe viçi. Gjysmë. Të përzierë do ishte më mirë. Po. Mix, do me thënë, nga bakti edhe nga mish viçi. Nga të dyja, do me thënë, në masa të barabarta do t'ishte prefekt, do me thënë, sepse edhe njëra dhe tjetra i japin shumë shije. Dhe ai djami baktis i bën shumë të shijshme. Dhe përveç se këtyre do të kemi që të shtojmë brenda, i themi dhe i fillojmë duke i përgatitur. Pra, mishën e treguam se si na duhet, i përzierë do ishte më mirë, tani si vazhdon receta? Si vazhdon, shumë thjesht vazhdon receta, që le ta marrim këtu. Kemi spec të kuq dhe spec jeshil, që do të thotë këto unë i kam ngrirë në makinë ngrirëse, nëse ju ndodhet mirë, nëse jo do t'i ngrini shumë i mëdh, pastaj me thik. Në kubik të vegjël, por që të treten kështu. Shikojeni se si janë. Në këtë mënyrë, hedhim këto të dyja. Këtu përsëri kam një qep, të cilën dhe këtë, si që shikoni, kam të tretur mirë. Unë t'jeme sinqert, i kam kaluar të makina grirëse. Do të filloj tani duke shtuar. Kemi kumel, është një lloj baharne. Nëse ju gjendet, i shkon jashtëzakonisht shumë këti, do me thënë këtyre qebabëve. Nëse ju gjendet, mundet t'ja hedhni. Nëse jo, s'ka problem, mund të shtoni këto përbërës të tjerë që unë do t'ju them. Por nëse e keni, hidheni sepse vërtet i bën shumë të shijshme. Edhe një lugë të kafes baking powder. I jep, do me thënë, i zbut, i bën të buta. Të fillojmë tani, prandaj e bosh ati saktë që të hedh piperin. Një lugë piper. 2 lugë krip. Se janë të vogla këto. Ashtu janë të kafes, edhe një lugë piper të kuq. Po të mbushur mirë? Po. Edhe domate tani nuk do ta hedh, do ta shikojmë se sa duhet. Kemi domate të freskët të grira? Po, domate të njëjtën gjë dhe këtë. Jo, do t'ja hedh sepse s'është në një kushedi. Kisha halë të bëj shumë e lëngshme? Po jo, nuk ka nevojë sepse është mishi kur është kështu. Edhe asnjë gjë tjetër. Këto janë përbërësit që hedhim brenda. Okej. Te qepa kam hedhur dhe një thelpi hudhër. Edhe majdanozin, se haruam. Tani të hudrat që kanë mbetur, për çfarë i do ti? Ja do t'i vëm këtu, prit tani, këto të tjera, hudër, një qepë, edhe t'i shtojmë dhe pak vaj në fakt. Nese, vaj ajo do marit e lartë, nuk ka nevoj, por do shikoni tani se si bëjnë. Kebab që nuk disht ju them, pregatiteni për të shtun apo për të dilë, dhe nëse nuk gjetët mish qëngji, bëjni vetëm me mish viçi, por sigurisht që kur keni këtë mishin e baktis që ju thash, nga dele bëhet zakonisht, se ato kanë ato pjesë, do me thënë që mund të nxjerrim të bëjmë mish të grirë, nuk është qëngji është i njomë dhe nuk nxjerrim do të për mish të grirë. Ja, do një përpunim të mirë, një trazim të mirë. Edhe si që ju thash që nuk do t'i bëj kështu si role, por do t'i vendos në ta dhe do i tregoj me njerë tani mënyrën se si bëhet. Furën e kemi të ndezur më përpara, juve në shtëpi, ashtu si që ju them gjithmonë, qoftë për kima, do me thënë që bëni qofte, qoftë për këto, çdo gjë që përpunohet edhe shtu do t'ishte mirë të qëndroni të paktën për gjysmë ore, të mbuluar me një membran kuzhine të vendosur në frigorifer.
Dhe nëse nuk e keni mundësin, Si si ne puna sot? jonë, do t'i bëni në këtë mënyrë, që do të thot, do të kemi një tavë. Ja, kam këtu këtë. Pra këtë brumin ne do t'a shtrojmë, do t'a hapim si pet. Po, jo? si pet dhe do t'a presim pastaj anila me një thik që t'i bëjmë ashtu bëjmë kështu si shirita. si role, si shirita. E kuptoj. Mirë. Dhe një sekond, Anil, të lutem, më falë. Po, jo. Ja, me gjalpin, lyjem, do me thënë, kjo është pjesa e dy lukëve gjalp që thamë. Këtu duen. Po. Lyem mirë tavën. Lëre një gjalpin brënda, sepse a ishtë që do t'i japi shije. Po. Edhe do t'i bëj të veçanta. Edhe mos më thoni për yndyrën, se yndyrë kemi nevojë, është dimër, dimri do yndyrë. Pa yndyrë nuk reziston organizmi. Pastaj varet edhe nga pjesa, do me thënë, për punë e shëndetit. Si jemi me shëndetit. Do të më pëlqente të kishim... Një gjelle gjalp e lyer në një tavë që do konsumohet për 4 persona, po the mund, është edhe më shumë po 4 që të hanë bolshëm, i bie që se cili ti ka takuar nga një lugë e vogël çaj me gjalp. Nuk është shumë. Nuk është shumë, jo. Tani këtë do t'a bëni që t'jetë kështu e plot, 2 cm e gjysmë deri në 3. Kupton që të bëjnë ato... Edhe do t'ishte e mirë, unë se kisha të tavën 4 ore faktikisht, sepse doja të vë kam një të vogël atje, por duaj që të vë dhe këto, Anila, perimet në anë. Te njëjta tavë? Te njëjta tavë. E pa aty, pra mire ke. Po prandaj. Mire ke bërë llogarin. Po s'ka që tani do dalin ndryshe. Ja. Pa ajo do prijet, si doj që të jetë. Po, tani do t'a presim. Po, ke të drejti se forma katrore t'jep një qik më lehtësi. Edhe lehtësi dhe më ndim. Tani, qana kemi aty spesë të kuj, spesë e shil presh, hurdra. Presh, qepë, edhe një qep kam atje, do marrë dhe një qep t'i hedhë. Ke edhe një qep? Kam, po e kam pa pastru. Kemi në magazin. Shiko, hidheni me gjithë të si që është, s'ka problem. Po, janë të lara, të pastruara mirë. Ta me hekim të këto. Këto do të na duhet për të shoqëruar. Po, për të shoqëruar, po bëjnë, shiko, nxjerrin shumë shije në momentin, le ta lëm këtë mos ta hedhim, të hedhim këto një 2-3 thelpinj hudhër. Tani qep dhe po si hodhër, xhanëm, s'ka problem, se neve kemi presh poshtë, kemi qep. Qep ka edhe brumi. Ka edhe brumi, hajde mos t'i hedhim tani. Para se të ashtu, do bëjmë ta bëj prerje. Ire për shkurt ka ti, e? Po, shkon merë qepën. Të bëjmë prerjen. Pa u pjekur bëhet prerja? Po, se... Këtaj. Kjo tani s'do ketë këtë formën e mirë, po këto besoj. Mirë, të parën e marrim kështu për të provuar si ka dalë. Në masat të barabarta. Sa do kjo të piqet? Se gjatë pjekjes kjo, Anila, tani nuk do shumë të piqet kjo. Një 30 minutë. Mirë, tani. E t'i presim edhe një këto do t'i presim. Ato të gjatat, pa. Edhe këtë, ato lere ta lëmë ashtu si që është. Që të në barazohen paka shumë. Tani tjetra... Sa thjesht? Kuj kam salcën. Pa e hedhim, ja se hedhim këtu të... Duhet ujë dhe salcë. Salcë koncentrat domateje edhe të holluar me ujë. Okej. As krip, as erza, as gjë, apo do jashtosh? Jo, do hedhim tani prap po. Do i hedhim. Se kjo do hidhet si për tani, edhe që të na piqe, aromatizus prap. Nuk na e qullos atë mishin e... Jo, nuk e qullos. Nuk e qullos, ajo është salca që do bëhet tani. Edhe vaj. Okej. Jo e hedhim këtyre. Donte edhe piper, do me thënë të kuq. Pse? Për ta skuqur pak më shumë në ngjyrë, thua? Po dhe kështu si, por nuk ja shtojmë dot, apo do ishte mirë të ishte përzirë me salcën? Mirë se ta përzini me salcën, po ja shtojmë dhe si për s'ka problem. Se do përthitet ai nga lëngjet. Po pra, temperatura e nxehtë e furrës do bëj të vetën, ajo do shpërndahet pak a shumë gjithandej. Do doj rreth 30 minuta tham që të ashtu t'i hedhim edhe kripën. Që do të thotë në fund ta kemi gati. Nuk besoj ta kemi tepruar me krip vanila. Jo. Me krip ti se tepron një herë, me piperin pak. Jo, tani e donte ata.
Ati hedhim dhe një hudhër akuma këtu. Po hidhra, i kemi që i kemi. I kemi që i kemi, si dhe hudhrat mirë i bëjnë. Ja dhe këta këtu. Janë, si themi, Ta antibiotik pastrojmë tani, ta natural. fshim, ta pastrojmë dhe E të pastrojmë tapën, e vendosim vendosim në furrë me temperaturë, besoj, 200 e do 200 gradë, po, 200 gradë për që do. 30 minuta. Edhe të ndezur furra më përpara, pa Patjetër, tjetër. gjithmonë. Shohim pak recetën në ekran, meqense ne e përfunduam si mënyrë gatimi, listojmë përbërësit, mbajmë shënim se çfarë na duhet për ta gatuar këtë tavë që ju sapo e patë, do duhet ta kalojmë në furrë për rreth 30 minuta në temperaturë 200 gradë. Kemi përdorur për qebabim 1 kilogram mish të grirë, viçi dhe qenxhi, pra thamë është mirë që të kemi një mix mishrash. Ma ktheni edhe një herë se miku. Okej, të lexoj se. Okej, rrim këtu pak. 1 kilogram mish i grirë, 1 lugë çaj kumel, 1 lugë çaj piper speci, 1 lugë kafe baking powder, 1 qep, 1 domate, 1 spec i kuq, 1 spec jeshil, 1 thelp i hudhër, 1 tuf majdanoz, krip piper, 2 lugë gjelle gjalp. Dhe pjesa e dytë që do ta lexojmë tani është përgatitja e salcës me 1 filxhan çaj ujë, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë çaj piper i kuq speci, perime shoqëruese që ja shtuam në tavë dhe kjo sipas dëshirës, speca domate qep, sigurisht përkatje me vaj ulliri, pak skripe dhe piper dhe në furrë për 30 minuta në temperaturë 200 gradë. Çfarë do bëjmë ne tjetër sot këtë ditë të premte? Shohim në ekran përbërësit që do përdorim tani për të bërë pite sanduiç me qumësht edhe susam. Na duhen 5 filxhan çaj miell, rreth 500 gram, na duhen 200 ml qumësh, 200 ml ujë, 1 lugë gjelle maja, 1 lugë gjelle sheqer, 1 lugë çaj krip, 1 filxhan çaj para susami, 1 filxhan çaj qumësh për lyerje dhe vaj për skuqje. Pite sanduiç do t'i bëjmë me mielin për çdo përdorim. Mielin Ola nga kompania Atlas, mielin më i mirë, gjithçka edhe, do të thënë, kush e përdor olën, po marrë si shembull edhe veten time, sa herë që duhet të bëjmë bukë, mbyreqe, hapje petash, ëmbëlsira të ndryshme. Do të thënë këto receta që na duket sikur mama ti bëjnë më mirë se eksperjenca bën të vetëm, por jam e sigurt që edhe ata që nuk kanë eksperiencë me recetat e brumrave, me olën bëhen aq kollaj sa që të duket vetja kështu krenare në kuzhinë kur e sheh që ajo buka fryhet, bëhet aq e shishme që ato pellët të byrekut hapen edhe me duar. Sigurisht që është kompania Atlas që i sill të gjitha këto. Përsa i përket miellit, ju e dini, unë përbën miellin për çdo përdorim, se gjithmonë e kemi këtu në tryezë, na duhet në gatimet tona dhe kemi bërë edhe këtë brumin e piteve sot, po sigurisht që keni miellin të misrit, të bardhë, të verdhë, miellin për pica, miellin integral, miellin farinap me paketime të bukura me ngjyra, të cilat na tregojnë se ne mund të bëjmë ëmbëlsira fare thjesht, sepse nuk ka nevojë të përdorim asgjë tjetër. Mielli ka brenda edhe aromat e ndryshme, të vaniljes, të çokoladës, portokallit e tjerë e tjerë. E meqense jemi tek Atlasi, edhe tek Ola, pastat, më lejoni të kujtoj pak pastat, të cilat tashmë ndodhen në treg prej goxha kohë. Unë e di që jeni mësuar, keni filluar të zgjidhni e të bëni pjesë të familjeve tuaja edhe të preferuarat. Janë pasta di semola, pra nga cilësia më e mirë e krurit, të fortë, që do të thot ka një cilësi maksimale. Dallohet që në ngjyrë, dallohet që në zjerje, nuk ngjisin absolutisht për njëra tjetrën, rrëshkasin makaronat dhe duan shumë pak shoqërues, pastaj qoftë edhe as pak për të kthyer në pjatën tuaj të shpejt e të preferuar gjatë ditës. Kati, sot nuk na i ka bërë pitet me vezë, pse s'na i bërë me vezë, do vdes për pite me vezë. Po prit tani, se nuk bëra pite me vezë, në fund fare, nëse do të kemi kohë, do të bëjmë vezë në tigan me miell dhe me qumësht. Okej, ja. Sepse e kam thënë gjithmonë në teori, po si kam bërë në praktikë. Mendoj që sot të arrim kohën që ta praktikojmë. Uroj të kemi kohë, vezët tona Ovital, vezë të freskëta, cilësore dhe të shëndetshme, cilësi ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate. Veza Ovital kur thyhet qëndron kompakte dhe e plot. E verdha e vezës është viskoze, e rumbullakët dhe ngjyrë portokalli e thellë. 10 vezët e shportës. Keni edhe 8, po keni edhe 15. Zgjidhni ju, të kuqe apo të bardhë, cilësia është në çdo kuti që mban emrin Ovital. Edhe shiko, kam vënë në disa paketi me anila, kam vendosur dhe të kuqe dhe të bardha, sepse ka klientë, është vërtet. I duan kështu të përziera. Edhe shiko, kompania ka menduar edhe për këtë gjë. I kam ndihmuar që mos të kenë atë të marrin vetëm të kuqe ose vetëm të bardha, i marrin nga të dyja. Okej. Hajde nisim tani, ç'do bëjmë?
tani Anila. Do kalojmë te brumi, do fillojmë pitet e para edhe pastaj kur të kemi kohë në vazhdim përgatisim brumin sipas recetës? Po, patjetër, por që tash do të më duhet edhe një tavë e rumbullakët. Shko dhe ti merre tavën e rumbullakët, ndërkohë unë po zbuloj brumin, e kemi bërë pak minuta më përpara, Kati tha që nuk është një brum që duhet të qëndroj orë të tëra, pra jo si brumi i bukës, nuk është e nevojshme që të shumë fishoj për masat e ti, por ndërkohë dallohet nga ato gropuzat edhe fijet, nëse bëjmë një brum dhe e shohim që na hapet në fije, do të thotë që edhe buka po e marr si shembull nga brenda do të jetë ashtu e butë, e shkrifët dhe me ato poret e këndshme që tregon se kemi bërë një punë të mirë. Patjetër. Anila, më duhet ai qumshti. Po? Edhe këtu te kjo. Do t'i gjithim, mos ne kemi shumë kaq? Jo, hidh, do të them unë sa. Më thuaj. Hidh. Se kemi tjetër qumësh bërë. Jo, thash mos... Mjaftueshëm. Okej, ja po e lëm një glëng kështu në fund, po na u desh e shtojmë në vazhdim. Atëherë të dashur Ambisa, siç përgatisim brumin, gjithmonë, edhe e lëm që të pushoj të vinë. Neve e lam na erdhi brumi dhe tani e kemi gati që të fillojmë ta punojmë dhe të bëjmë pitet. Faktikisht do më duhet pak miell, Anila. Nuk kemi të hampur, jo? Të hapim paketimin e ri? Po, mund të hapësh paketimin e ri, se s'kemi. Që është e vërteta, nuk kemi. Kam vetëm nevojë për pak gërshërët. Kjo na duhet më mbrapa që të bëjmë përgatisim brumin. Ta bëjmë edhe një herë. Kemi thënë që në gjithëse nuk ja heqim, sepse e përdorim përsëri, kemi dhe shenjën e gërshërës që na tregon se ku duhet ta presim. Ndoshta këto janë detaje që ju i dini, por meqense jemi duke hapur një paketim të ri, thjesht po ja u kujtoj se sa i rëndësishëm është edhe ambalazhi i produkteve tona ushqimore, sepse na ruan të sigurt mielin që do të na teproj për ta përdorur në vazhdimsi, në ditë të tjera, në receta të tjera. Atëre, i bëjmë kështu në topsa. Sa të duam i bëjmë pitet? I bëjmë të mëdha, i bëjmë të vogla. Mos na ndej shumë ai vaj, më fal. Jo, do hedhim dhe vaj tjetër, Anila, se nuk mjafton ai. Nuk është se do na marrin vaj. Tani, pasi e kemi hequr, që është ka rrit vëllimin, i ndajmë kështu në pjesë, i bëjmë në topsa, sigurisht që i ndihmojmë pak me duar ashtu. Me duar. Dhe pastaj... Qa po mendoj? Jo, shikoja atë, në boskajgje, ja do t'i mbajmë këtu se nuk ma mjafton kjo. Kjo nuk do t'i ashtu, do t'i mbuloj me një peset. Një tops është një pite? Po. Ashtu. Një pite, po do t'a ndajmë në mesa të pite. Anila, të lutem, na hidhe gjysmën e sasisë së vajit? Faleminderit, zemër. Gjysmën, sa quajnë gjysmën e shishas? Pse kërcet ky? Si duket, do kishtë në i pikuj. Prandaj ma dhe mua, Anila, të lutem. Jo, më kisha duat Shikoj një arkash? Kisha duat, në regull, jo. Okej. Ku ishte kjo këto? Punët e rënda, Jo, po jo, me Kati jo, se... Të punë kemi edhe në shtëpi, mbarojmë këtu, vazhdojmë turnin tjetër, të padukshmin. E di zemër, e di. Punët e padukshme të papaguara. E di që je një nën e mrekullueshme. I përkushtoj shumë familjes. Faleminderit, Kati. Nuk po të ndërprisje që ta vazhdoje listën. Unë them atë që ndjej dhe atë që shoh. Shikoni, ja bën edhe këto fluskat e vogla brumi. Atëre themi që është bërë brumi, tamam. Shiko kur ngren këto fluskat. Po, kur i shtypim të kërcasim. Ashtu. Nga që kemi këto neve. Është ndehur shumë ai, se po ndjej që po... Vinera, ha? Ndjej në vajt. Të riqen një që këte tani... Kërë se mos na djeg... E bëm piten, pa. Piten. Po nuk do ta bëjmë kështu të rëndë, do me thënë kajtë. Do ta tregoj tani si do ta bëjmë. Me këtë thike kishon. Ska gjë. Vendem në mes. Spret mirë kjo, po kaq thika. Po ja, kemi këtë. Prita shplajëm këtë thikën e madhe, se është më mirë. Ajo e sharës nuk para funksionon mirë me brumin.
s'ka gjë, e prem si e prem neve tani. Si do që të jetë, nëse ke nevojë, shikoj edhe këtë. Vesh se po faleminderit tani. Vesh se tani të lutem më sill dhe atë. Susamin. Susam, po. Shiko tani se si e bëjmë. E kalojmë në qumësht. Pite. Edhe pastaj në susam. Ashtu. Faleminderit. Tani e vendosim në tigan. Tani duhet të jetë ngrohur tigani, dom të ngrohtë. Ta kthej Po. në temperaturë të lartë. Mesatareve të ngrohet, pastaj duhet të ketë. Okej. Duhet të ishte më i ngrohtë. Ashtu, bëra gabimin që ajo që thua? S'ka gjë tjetër. Po më lëre pak për të dytën. Do lën. Nëse të dytën ja do ta bëjmë kështu. Merr qumësht. Të tretën pastaj do afrojmë ato pjatat andese. Kalon në Po shkojmë susam. me... E lëm këto këtë neve. Okej, sa të ngrohet edhe pak. Laj duart hapim mes. Duhet të ishte e më i nxehtë. Mirë, s'ka gjë, ja do shihni tjetrin, mos e quani këtë të parën. Kjo ishte pitja për të testuar vajin, si? Si është nga furra, thonë, si e Po kemi. furra, mirë, është mirë. Është në rregull. Po në rregull është. Ja të hapim edhe një tjetër në Sikur sa. nuk është ngrahur. S'është ngrohur? Prit. Okej. Në rregull tani. Tani mirë më duket. Ajo donte E ta. kontrollojmë për pak minuta prap. Qa donte? Jo, them temperatura nuk na e bëri shtytë, s'ka gjë. Testuam të e para. Ja, do shikojmë të dytën. Kështu që të e E dyta para do ishte të... provë. E, Me që largova unë tiganin nga soba. ndodhë... Janë shumë të thjeshta, do me thënë i hapim pitet kështu, jo plotësisht të holla. Okej, Edhe tani... ndajmë në mes, edhe po më thoja Nila. Jo, po thoja që kemi 2 Ke minuta nevojë kohë. për pushim. Kemi pas 2 minutash. Do e vendosim në tigan edhe piten e dytë. Këtë susamin e kam shumë qef. Susami është i mirë, Anila. E dim që ka vlera ushqimore susami. E kam qef dhe në aromë. Në aromë, Shumë këpichet, për shumë, përshtojmë pak një buke, një tave. Jo, s'na mori, nuk e di mos... Më kate, nuk e kam në fajnë, më duket se nuk ka shumë temperatura jo vatra aty. Kemi ngarkes, nuk duhet ishte, do me thënë që të rriste volumin me njëra në momentin që jetim brënda, s'ka gjë. Tjetër që do ashtu do të tregojmë në ashtu si shduaj, do të alëm vajin të nxehet. Kemi 10 minuta kohë ta përcëllojmë vajin. O, do në marri voluma, e pitja u s'ka. Jo, volum do marri, po duhet i ngrohtë. Jo, neve na ishte ullur temperatura. Kështu që duhet ta vendosim në një temperaturë të ngrohtë. Pastaj kur e shikojmë, do me thënë që merr rrit volumin, e rregullojmë temperaturën tani. E po mirë atëre. Shiko tani më na ndryshe prisni pak mori minuta. volumin kjo tani. Me nga krahu tjetër e mori se ishte nxehur. Mirë. Nëse do ta tregojmë më mbrapa nesër. Po pra. Do të jenë. Nuk do lëm pa e Shkojmë në treguar. publicitet. Këtu jemi, kemi punë akoma për të bërë në kuzhinën tonë. Mos u largoni. Jemi rikthyer në studio. Çfarë po bëjmë ne këtë ditë të premte? Në furrë kemi vendosur një tavë e cila do të dalë pak më vonë, sepse i duhet pak më shumë kohë të piqet, por shumë e mirë. Do shohim pak më vonë recetën dhe do t'ja u themi kështu teorikisht edhe se si është përgatitur për ju që keni humbur pjesën e parë. Edhe pastaj nëse ju duket interesante, pak minuta më vonë ju klikoni në YouTube dy kanalet tona zyrtare, News 24 dhe Vila 24. Në të dyja na gjeni mua dhe Katerinën. Tek Vila na gjeni vetëm ne, të ftuarit, materialet e terrenit dhe gjithçka që ne sjellim çdo ditë live për ju nga hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 11. Nëse klikoni në kanalin zyrtar të televizionit në News 24, aty pastaj gjeni gjithçka që nga emisionet e përditshme, emisionet e përjavshme, edicionet informative, të rejat më të fundit, gjithçka që ju duhet për të patur televizorin me vete nëse nuk keni një ekran përpara. Pite sanduiç me susam. Kështu e kishe emrin e recetës. Brumin e kemi lënë që të vi, më mbrapa pasi na ka, do me thënë, ka rrit volumin, është bërë tamam ashtu si duhet. Po kati këto duhet të prihen kështu në mes. Edhe mbushen.
Pastaj më mbrapa, siç e shikoni, prisni juve në masat që doni, domethënë sa të mëdha e doni t'i bëni pitet. E sigurisht përsëri në mes ashtu siç i kemi prerë dhe ne, i kaloni në qumësht, pastaj është ajo tamam siguri kalojmë në miell, lezion, galet, por ne i kalojmë në qumësht edhe në susam. Kjo pitja e parë është ajo që bëm që nuk na mori shumë volum, sepse nuk na ishte ngrohur mirë temperatura e tiganit. Megjithatë unë po e pres për të parë pakës nga brenda. Ja. Bëhet si xhep dhe e mbushim pastaj. Këtë pastaj e mbushim sipas dëshirës, me salca që kemi të bërë neve ndryshme, brenda, e mbushim me me sallatë jeshile, me domate, me... Këtë s'do e mbushim, na do e mbushim në këtë, ta presë se kjo imja përfundoj, me që nuk të doli bukur ty. Ha vet. Më mira e vet. Me shishme është. S'ta mbush syrin, kështu po. Nuk e dis, nuk e kemi dhe ka shumë temperaturën këtu, por... Por u bën. Gati janë të shishme aq shumë, sa që dhe kështu mund të hahen këto. Pa i mbushur me asgjë. Po, Elisa më pëlqen ose thjesht me djathtë të bardhë. Vetëm me miell dhe me mish. Po ha kishin ato shqeto e thoshin. Po ishte mishi brenda. Kështu që çe doni të hidhni të tjera gjëra brenda. Mua më pëlqen vetëm. Mjaftu shumë ishin gjërat. Edhe këto. Me do shiko tani Anila, kur fillon tani që merr pak temperaturë, fillojnë edhe hop, këto do që sa ti hedhësh brenda të rrisin volumin, që të bëhen si xhep, të bëhen bosh në mes. Nuk e di sot neve. Ja, tani filloi kjo. Tani filluan një çik këtë. A i shojmë pak Nuk e recetat në di ekran? pse na ka rënë korrendi sot. Anila, ja, lutem. Dhe kemi ndezur të gjitha në sot, me lavatrice me. Kur i ndez të gjitha në shtëpi, ulen. Po është fundjavë, ka ti po bëjmë punë. Ashtu është edhe në shtëpi e njëjta gjë ndodh. Po prandaj po. Kështu që kjo e do të merr. Shojmë recetat në ekran. Por ju që i keni humbur në pjesën e parë, çfarë sollëm ne këtë të premte? Një kebab është fantastik. Duhet ta përgatisni gjatë fundjavës, se nuk është se do shumë punë. Okej, tani ndoshta 1 kilogram mish i grirë mund të jetë është shumë 1 kilogram mish i grirë. Shiko, po dëgjoj varet se sa jemi mo Anila. Jo më thash kështu, po se për pak po thoja receta edhe ekonomike. Dhe kur themi 1 kg mish, stepemi në çik. S'është për 4 vetëm, më dalë janë 4 deri në 6, se të 4 deri në 6. të dielave ftojmë edhe prindrit në shtëpi. Mish të grirë, kështu që nëse keni edhe miq, edhe një recetë ndjes se ja u lash për gjysmë leximin e saj, 1 kilogram mish i grirë viçi dhe qengji, një lug çaj kumel është një erëzë interesante në fakt që nëse nuk e njihni mundet mos e përdorni nëse nuk e gjeni, megjithatë në tregun ton ka gjithçka tani, kështu që një lug çaj piper speci, një lug kafe baking powder, një qep, një domate, një speci kuq, një speci jeshil, një thelpi hudhër, një tuf majdanoz, krip piper, 2 lugë gjelle gjalp. Salcën e kemi gatuar me këto përbërës. 1 filxhan çaj ujë, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë çaj piperi kuq speci dhe perime shoqëruese që mund t'ia shtoni tavës pastaj, sipas dëshirës. Ne kemi zgjedhur speca me ngjyra të ndryshme, mund të shtoni edhe domate, po pse jo edhe një qep të thatë, vaj, krip, piper, në furrë të gjitha këto për rreth 30 minuta, më duket se tham, Kati? I shikojmë domethënë. Okej, 200 grada, ma sepse është mishë, do gatuhet, sado që është mish i grirë, do gatuhet, duhet piqet mirë. Po bëjmë këto pitet sanduiç me susam, përgatitjen e brumit nuk e kemi bërë, sepse Kati e kishte përgatitur disa minuta përpara se ne të fillonim transmetimin, pikërisht që të tregonim ndarjen e brumit në topsa më të vegjël, prerjen e tyre dhe për t'i dhënë këtë formën kështu si duhet të veprojmë, më pas para se t'i skuqim një spërkatje të lehtë në qumësht, mbi farat e susamit dhe në tigan me temperaturë të nxehtë. Këto më pas mund t'i hapim në këtë mënyrë dhe t'i mbushim, unë e preva pak tu se e provova, mund t'i mbushim me perime, me prosciutto, me djathtë pice për fëmijët që i kanë qejf të tillë, apo dhe thjesht me djathtë të bardhë, mund t'i lyejmë pak me gjalp, kështu që çfarë të keni në frigoriferin e shtëpisë tuaj. Për fundjavë mund t'jenë të lezetshme për të nisur mëngjesin, po mund t'i konsumoni edhe me gjëra të ëmbla, me një reçel, me një reçel, një marmalat. Një marmalat. Me ca fruta të domethënë reçel marmalat edhe ndonjë lloj fruti që kombinon. Që mund të jenë edhe për mëngjesin e fundjavës të këndshme. Kështu që tani nese. Anila,
Mendoj të bëjmë një omlet, se të tregojmë për mënyrën se si përgatitet brumi, neve her pas here kemi treguar tu në studi. Nëse do të kemi kohë, do ta bëjmë. Nëse jo, unë them të bëjmë një omlet më përpara. Dakord. Jam dakord me ty. Bëjmë një omlet. E vërtet që brumra kemi bërë aq shumë dhe ne prandaj në fakt ju orientojmë her pas here për të vizituar kanalet tona zyrtare në YouTube, sepse mjafton të lëvizni aty poshtë në për video dhe e sigur që pothuajse çdo javë ka një recet brumi që vjen në forma të ndryshme, por që ka edhe sekrete aty brenda si mund të përgatitet, ku ndryshon nga një brum buke, nga një brum petullash, nga një brum pitesh, nga një brum keku, kështu që të gjitha këto i gjeni. Më e rëndësishme ishte mënyra se si neve tani i përgatitëm, që do të thotë si që ishte brumi i ardhur, e ndajmë në pjesë të barabarta, i hapim kështu si në pite, i ndajmë në mes, i kalojmë në qumësht, më mbrapa në susam, kemi vendosur një tigan me vaj, për t'i kaluar, do me thënë, një skuqje, dhe duhet të dim që duhet të ketë të rritë, do me thënë, temperaturën në vaj, tjetë në temperaturën e duhur, që sa t'i hedhin brenda e to të fillojnë të rrisin volumin. Ja, tani janë pak si më ndryshe, do me thënë, kjo është edhe rezultati më i përshtatshëm faktikisht, sepse ato kur i hedh duhet të rrisin volumin që të bëhet ajo hapësira boshe në mes, që të hapen kollaj pastaj. Bëhen si xhep dhe i mbushim me mënyra të ndryshme, ashtu se që ju tha edhe Anila. Kështu që mendoj tani të tregojmë se si mund të përgatisin edhe një omlet. Ashtu them edhe unë. Nëse, ja, tani u bën më të sakta kur themi neve. Kështu që nuk mendoj që të bëjmë, s'është e thënë që të bëjmë edhe të tjera. Të përsërisim e të përsërisim. Ne i bëjmë gjatë shkëputjes pastaj. Neve, ashtu, e rëndësishme është tani që ja, në këtë mënyrë duhen bërë, këto janë ashtu si thash më sakt pregatitur. Okej. Shumë mirë janë. Se edhe se kemi pasur mjaftueshëm edhe pjesën e korendit sot. Ta mama e tha Anila, sot është dita që kemi shumë punë për të bërë. Nga e para tek të fundit, shikoni vetëm të fundit. Këtu apo andej ta bëjmë? Këtu duhesh ti e di. Stopën e ke gati këti, sepse më the që të përgatis dhe tiganin e ke gati, qumshin e ke këti nëse të mjafton kaq. Vezët o vitali kemi këtu, sepse do të bëjmë një omlet për sëri, një vakt ideal për mëngjeset, edhe të përdiqme, se nuk do shumë kohë vezat të përgatitet, po edhe në fundjavë, aty ku e kemi pak ditën më të ngeshme, më të rezi, edhe ajo aroma e mëngjesit ndihet që nga kuzhina, se këtë ka të bukur fundjava, që është e vërteta që na bën të gjithëve bashk, kështu që merreni mëngjesin pak më ëmbël, ato zgjimet më të ngeshme. Le ta fillojmë me një omlet të tillë në mëngjes. Ndoshta mund të bëjmë edhe pite, se edhe pitet janë të mira, mund të mbushim me pite. Ti bëjmë vezë sy, në mos vezë kështu. Po, edhe mbushim. Tani të marim rrinë këtu. Që do të thotë. Fillimi, më duhet mielli. Të duhet mielli, sa po e mbyllja, kështu që e lëm. Edhe më duhet edhe vaj andej, që ta vendosim këtu që ta kemi të ngrohtë. Faleminderit. Soba këtej, nuk na duhet. Nuk na duhet, kështu që mund ta fikim që të na vi temperatura këtu. Të shpërndajmë energjinë. Dhe me që thamë më lafi tani për energji, të shpjegojmë edhe një gjë, sepse dhe unë kam pyetur faktikisht, se duhen pyetur para se të themi janë visa dhe mos të themi gjera koti. Në momentin do me thënë që e vendosim në gjellën për të bërë ati që unë them gjithmonë, duaj që gjella të bëhet avash. Kjo do të thotë duhet të ullur temperatura, tjetë tek 2-shi, tek 3-shi, jo më tepër. Që të ngelet me lëngjet e veta dhe mos të avulloj dhe të ikin avujt dhe përveç avujt ikin edhe shia e gjellës. Kështu që bëjeni temperaturë të ullët dhe nuk hargjon korrent. Se më thonë që dorim ne ta lëm gjellën tër ditën, hargjon korrent edhe hargjon. Do me thënë, ai korrendi i shpejt në një kohë më të shkurtër nuk hargjon më shumë se sa një korrent i ngadalt në kohë më të gjatë. Këtë doja të thoshja. Ja, kështu e sqaruam edhe këtë. Se i kishim vënë në siklet zonja, thoshni lëm neve tër ditën, mirë thot Katerina, ta lëm gjellën ne të flet gjithë ditën, e të dali gjella e mirë e të paguajmë korrent. Ta bëjmë 2 fishin e pagesës. Shiko, se nga një ra nuk kanë fajës. Jo, jo, s'kanë fajë. Zonjat bëjnë të gjitha. Jo, e kanë fajë nuk pëmendojnë që hargjone energji. Këtë gjë, se nuk është se është. Se zonjat ecin me llogaritë si me shaka tani, po që themi të vërtetën se të gjithë një lloj jemi. Por nuk është, nuk vlen ajo. Është vlen ajo teori. Tani të hedhim edhe krip. Ti hedhim edhe
pak piper. Pra kemi hedhur miell, kemi hedhur qumësht. Tresi miellin përpara, se na ngelet kokriza pastaj. E përziem, të tretet mirë mielli. Edhe këtu më mbrapa shtojmë edhe vezët. Gjithashtu do shtojmë edhe pak qumësht tjetër. Tani nëse doni i bëni me vaj, nëse doni mund të shtoni edhe pak gjalp. Vezët tani. Vezët. Tani do hedhim Sa vezë do edhesh? 4 kokra. Se do duash? 4 do hedhim. 4, se nuk e ke shumë të madha të tasën. Se kam të madhja. 4, edhe shiko, unë nuk i ashtu tani, sepse neve i dim vezët tona se si i kemi, shikoni si janë. Janë super të sigurta. Ashtu, jemi të sigurt për mallin që kemi. Është e vërtet? E kemi të mirë, ja. S'kam faj unë që them që e kemi të mirë, kanë fajnë vezët janë kaj të mira. E ke shumë të nxehtë ganin. Po që nuk jam e vëmendshme. Shumë faleminderit. Jo se unë vërtet e heq dhe e ftoh. Jo, unë e kisha mendjen te vezët, edhe ja ti tregojmë vezët. E shikon si janë. Që mos thoni që ashtu, se mirë është që vezët, para se ti hedhim në tasin që do të përdorem për konsumim, do me thëmë për të pregatitur, duhet ndarë një nga një dhe pastaj ti hedhim brenda. Por unë isha e sigurt për punën e këtyre vezëve, kështu që tani duhet i ngrohtë. Okej, kat, në 2 minuta vezët janë bërë, sepse aq ko keme, me të nxjerrim edhe tavën nga furra. Nuk është 100% e përfunduar pjekja, ta themi. E shikon që e donte temperaturën Anila. Po ja, filloja jo. S'merë soba ju shpejt. Pa e po në qërte tym. Jo. Jo. E donte, ishte tamam ajo tymi që duhej. Nejse më, s'ka problem. Mos më dëgjo më, kur të themi ishti ganen. S'ka problem. Ma jo, në regullë është, edhe, shiko, edhe temperaturë super e nxehtë nuk do veza, se skuqet ansore dhe rri brenda... Në regullë, mos u shqetëso, mos u mërzit. Ka marrë formë zemre. Nuk e shihni do t'ju. Ashtu bë si zemër? Bravo. Okej, jemi drejt përfundimit. Edhe... Ta nxjerr tavën, apo do e nxjerrësh vetë? Si do? Ta nxjerr tavën nga fura? Po nxjerrë fundja. S'kemi kohë më, do më thënë tuam do e nxjerrim. Nxjerrë fundja. Qatë të mu? Jeshtë... Po është se ashtu. është... Jo, do ta nxjerrun këtë, po... Shpesa mos digjem shumë nxehtë. E ki kujdes mu zemër mos... Katë si? Se... Vetëm kati mos më dilë për para tani. Edhe kjo. O, sa e mirë që bë. Hikin që ka to Vitalin që të shikohet apo shikohet? Jo, ja, e shoj me kamerën tjetër. Shumë mirë. Shumë e mirë. Do akoma, e kuptoni që nga lëngjet që ajo do dhe pak, se duhet jetë më trash, po themi si bëra pis. Ma falë për atë se shiko, për fajnë ti më bëre pis. Jo, s'ka gjë jo, e premte është sot. Do më lavatrice. Iko roba dhe më këtë javë. Më duke si kur po kujton lavatrice, Dani. Aty e ka mëndjenja të i kemi vrat. Jemi në fund katë, s'kemi ko. Ja, një sekund. Kemi në qikë majdanos shumë se dojnë që majdanos të grirë holë. E do të grirë. Kemi po të grirë, sikur, ja, e kemi mbaruar e ja hodhëm... Këtë karkoja. Në qëra. Të duhet shumë, ja? Jo, mos, s'ka gjë, sa të kemi. Kemi. E këtheva unë tani se mund të abonim edhe ndryshe, që të këthemi me një pjatë, po s'ka gjë edhe kështu. Që është e vërteta kjo, veza mua më pëlqen shumë. Më kujton fëmirin time, ishin vezët që ne konsumonin, do me thënë, gjithmonë, sepse na pëlqenin edhe i bënte nëna jonë se s'kishim shumë vezë, na i të 2 vezë, hidhe miell, shtonte herë me qumësht, herë me ujë, edhe ishin... Nga 2 bëheshin për 5. E po, shiko sa e mirë që bëhet tani. Unë e kam fajnë, ja. Shiko, dikur bëheshin nga halli dhe nga varfëria, po ndërko... Ishin ushqime të shkëlqyera, ja, shiko. Shumë e mirë. Të edhi edhe këtë majdanozin Anila dhe... Jo, shtoja vetë anje edhe majdanozin, i edhim një sytë të fundit pjatave tona të shkëlqyera nga duart e Katerinas. Edhe me pite kon
Po, edhe me pita shkojnë shumë. Edhe këtu dojnë qik Ja, majdanos. ku i kemi të gjitha, pjata tona, kati të lumshin duart. Faleminderit e dashur. E dish doja unë Alia, doja të shikoja vetëm thjesht. Këma. Si, do me thëmë përndarje. Do akoma ajo, do akoma. Unë e thashë që kur e nxora, duke që ka shumë lojnë gjë për të nxjerë nga furra, por ka që kemi kohë ne, në ta kthejmë në furrë për sëri, do ta leni më gjatë. Po që ju bëjnë shumë të mira, do me thënë janë qofte, cilindrike, të cilat, si që patë mënyrën e të përgatiturit, i kemi përgatitur shumë thjesht, edhe më kollaj për të gjitha anvisat dhe atoj që nuk e kanë mundësin, një gatimi shpejt, vendose në furrë, por bëjë shumë i shishëm. Okej, kati s'kemi më kohë, të uroj një fundjavë të mbarë, të hënë takohemi bashkë edhe me anvisat që na ndjekin. Miru pafshë nga na ime, kalushi bukur. Shkojmë në publicitet tani.